Mbretëria e Bashkuar ka qenë prej vitesh një nga destinacionet më të largëmuara për emigrantët në Europë, përfshirë edhe shtetasit shqiptar. Ky trend ka bërë që shumë shqiptarë të provojnë emigracionin në këtë shtet, veçanërisht pas periudhës së pandemisë, kur lëvizja e shqiptarëve drejt Mbretërisë së Bashkuar përsoi një rritje të konsiderueshme. Të dhënat e Institutit të Statistikave të Mbretërisë së Bashkuar tregojnë se që nga viti 2021, Shqipëria mban një raport të lartë të lindshmërisë nga prindrit emigrantë, duke u renditur si një ndër 10 vendet me lindshmërinë më të madhe. Konkretisht nga viti 2021 deri në 2024, në Mbretërinë e Bashkuar kanë ardhur në jetë rreth 14.000 fëmijë nga nënat shqiptare. Në vitin 2023 u arrit kulmi ku janë regjistruar 3.891 lindje nga nëna shqiptare, duke pozicionuar Shqipërinë në vendin e 7 për atë vit. Kur shfrytojmë të dhënat për baballarët shqiptar, numri i fëmijëve të lindur rezulton edhe më i lartë, rreth 15.800, çka reflekton faktin që emigracioni ndiqet kryesisht nga meshkujt. Një pjesë e këtyre lindjeve vjen si rezultat i martesave me shtetas shqiptar ose të huaj, duke përfaqësuar një mënyrë të zakonshme për të përfituar lehtësira në shtetësi. Tendencat për lindjen nga baballarët shqiptar tregojnë se në vitin 2024 u shënua numri më i lartë me 4.399 lindje. Sipas statistikave, grupet me lindshmëri më të lartë në Mbretërinë e Bashkuar vijnë nga India dhe nga Pakistani, me përkatësisht 4.6 dhe 3.8% të lindjeve në të gjithë vendin. Për vitin 2024, ndër vendet europiane që kanë lindshmërinë më të lartë në Mbretërinë e Bashkuar, qëndrojnë Polonia dhe Rumania, duke reflektuar një prezencë të lartë emigrantësh nga këto shtete. Këto të dhëna tregojnë qartë jo vetëm për rritjen e emigracionit shqiptar dhe nga shumë vende të botës në Mbretërinë e Bashkuar, por edhe për ndikimin e tij në strukturën demografike dhe trendet e lindshmërisë, duke bërë Shqipërinë një ndër 10 vendet me prindrit emigrant me lindshmërinë më të lartë në këtë shtet.